Kush mund të vi sakt doktorisht përfitoj edhe në certifikim, po edhe në pjesëmarrje të përfitimit të njohurive të këtyre trajnimeve? Të gjithë të interesuarit të fushës përkatëse për temat që zhvillohen brenda trajnimit, për shembull në qendrat e mjekësisë familjare kanë marrur pjesë të gjithë punëtorët shëndetësor. Domethënë dhe kanë qenë përfitues të këtij trajnimi të gjithë punëtorët shëndetësor. Domethënë qoftë infermier, mjek, logoped e të tjerë. Të gjithë, domethënë pa marrë parasysh. Në ndërkohë, trajnimet kanë me vazhdu, ne po flasim për disa që kanë ndodhur, të planifikuara janë me siguri shumë të tjera, cili është i radhës, që ka me qenë... Po, pra se kjo është një edukim i vazhdueshëm profesional dhe edukim i vazhdueshëm profesional nuk është vetëm një ditë ose një javë, akt, është një proces, domethënë që në mënyrë sistematike vazhdon, domethënë është zhvilluar trajnimet gjatë muajit maj, tash fillojnë trajnimet domethënë të tjera prej muajit shtator. Dhe vazhdojnë me tutje, domethënë në mënyrë të vazhdueshme, prandaj edhe quhet edukim i vazhdueshëm profesional, sepse kemi nevojë për informata të reja, pasi se shkenca gjithë evaluon, gjithë dalin gjëra të reja, studimet e reja, dhe domethënë përfituesit patjetër që janë punëtorët shëndetësor, po dhe punëtorët social brenda Kosova Med që po trajnohen lidhur me çështjet.